Në shtëpinë e Big Brotherit ka shere, duhet të zhvishemi, ashtu na lejohet për të dhënë mendime se çfarë ka ndodhur këto orët e fundit në shtëpinë që pothuajse nuk ka shumë dinamika të reja, por ka një inat dhe ka një luftë tani kundër njëri tjetrit. Çfarë po ndodh? A e ka lënë Brikena Mateon? Kjo është një pikë pyetje që nuk di ta them, por që po shikohet dhe po komentohet më së shumti në rrjetet sociale, aty ku dhe çifti, nëse mund ta them këtë term për ata të dy që kanë fanca të pafund, që janë të çmendur, që janë të mërzitur pse Mateo dhe Brikena janë në këtë situatë, po dëgjoja Brikena duke thënë që një dem dhe një dash e kanë të vështirë, se janë të dy kryeneç, ajo shpreh që Mateo duhet vite kum, pra ajo pret gjithmonë Mateo të bëj hapin, ndërkohë kemi parë në këtë rrugtim që Mateo për kushtimin e tij ka treguar hap pas hapi, edhe duke mbrojtur Brikenën në debate dhe në sulme që i kanë bërë banorët e tjerë në provokime, por edhe duke i treguar dashurinë, atë ndjenjen, atë sentimentin e brendshëm që ai ka karshi saj, kurse kjo ka qenë më e tërhequr, më dyshuese, edhe pse kohët e fundit ka deklaruar që ka një pëlqim për Mateon, por që i mbajnë natet për gjëra të kota njëri tjetrit. Unë mund ta shikoj edhe si një lloj situate që ata duan për të përçar grupet aty brenda që të merren me këta, të kenë dinamika, por nga ana tjetër besojnë atë që tha Brikena, që janë të dy kryeneç edhe që kanë pak atë tiparin për të qenë kokdera, siç thuhet në gjuhën e publikut, dhe që presin që njëri të shkojë tjetri. Sipas Brikenës, Mateo merret me debatet e tjera dhe nuk po shkon tek kjo, por sidoqoftë duke mbetur tek debatet që nuk kanë pushuar këto orët e fundit, më vjen shumë mirë, e ceka dhe ditën e djeshme, që Brikena tani më ka debate, ka arsyetime, ka një lloj ballafaqimi dhe nuk është më shumë e fokusuar në